Rreth 20 persona dyshos janë elmuar nga ushqimi pasi kanë konsumuar sandwich në një nga pikat e rjetit të restoraneve Saq Pizza në Prishtinë. Megjithatë, deri më tash duket se numri ka shkuar deri në 30, edhe pse nuk kemi informata tamam zyrtare. Të prekurit kanë kërkuar ndihmë mjekësore që nga dita e premte dhe disa prej tyre ende po vazhdojnë trajtimin në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Rastin e ka konfirmuar për televizionin të një ditë më parë edhe policia e Kosovës, po cilat janë të reat e fundit sa i përket gjendjes së personave të shtrirë në infektiv dhe çka dihet nga raportime deri më tash, dhe diskutojmë. Bashkë me mua në studio është Bujar Vitia, gazetar. Bujar, faleminderit shumë që erdhe sot. Përshëndetje Ajda, faleminderit për ftesën. Çka dihet për këtë rast deri më tash? Kemi edhe disa reagime që vetëm pas pak do i lexojmë, por nga ato që është raportuar, sipas informatave zyrtare dhe nga qendra klinike universitare e Kosovës, që nga faktikisht prej para 3 ditësh kanë fillu të paraqiten pacient me simptomat të helmimit nga ushqimi, vjellje, barkëqitje, diare, domethënë temperaturë, cilët kanë kërkuar ndihmë në klinikën infektive, dhe nga këto 70 raste që kanë kërkuar ndihmë, rreth 20 prej tyre janë hospitalizuar dhe po monitorohet gjendja e tyre dhe po trajtohen në klinikën infektive sipas protokolleve mjekësore. Gjendja e tyre nuk është e rëndë, është stabile, sigurisht në ato simptoma të helmimit nga ushqimi, mirë po që është numër i madh i pacientëve të cilët kanë kërkuar ndihmë brenda 3 ditësh, dhe sigurisht që duhet ketë një vëmendje më të madhe nga institucionet përgjegjëse për raste të ngjashme. Pra, si që thashtë dhe më herët, nga raportimet, Bujar po thuhet se numri ka shkuar deri në 30, po bëhet fjalë për një numër të madh të pacientëve të cilët themi kështu janë helmuar nga ushqimi që kanë konsumuar, dhe nuk e di, ka pas raportime që pra bëhet fjalë për, edhe pse këto pastaj inspektorati dhe gjithato do t'japin informacione zyrtare nga sosi që janë helmuar, megjithatë thuhet se ka pas edhe një oferta që ka qenë ato ditë dhe ata qytetarë që janë prekur e kanë porositur të njëjtin ushqim. Por do të ndalemi tek reagimi i qendrës klinike universitare të Kosovës. Nëse na ndihmon regjia që ta shohim më mirë, pra klinika infektive në ÇKUK ka njoftuar opinionin publik se duke filluar nga dita e premte, në klinikë ka filluar të paraqiten pacientë me simptoma të dyshuara të helmimit nga ushqimi. Pacientët kanë kërkuar ndihmë mjekësore me ankesa si ethe, temperaturë, dhimbje barku, të vjella dhe diare. Sipas anamnezës së Mars, simptomat janë shfaqur disa orë pas konsumimit të ushqimit. Nga data 10/07/2026 deri më sot kur po flasim, në klinikën infektive ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 70 pacientë. Prej tyre, 22 pacientë janë hospitalizuar për trajtim të mëtejshëm. Të gjitha rastet e hospitalizuara thuhet se janë raportuar në Inspektoratin Shëndetësor, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, si dhe janë evidentuar në sistemin mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitse në përputhje me procedurat në fuqi. Pra, Bujar, nga raportimi i fundit që është bërë 15 minuta më herët nga ÇKUK, shohem se numri i atyre që kanë kërkuar ndihmë mjekësore ka qenë rreth 70 pacienta. Po, Ajda, dhe çka po du më ndalë është që mendoj se është shumë e rëndësishme, jo vetëm për këtë rast, por edhe për raste të tjera, është raportimi në Inspektoratin Shëndetësor. Në kuadër të Inspektoratit Shëndetësor tani më funksionon edhe Inspektorati Sanitar, i cili do duhet kryente me njëherë inspektime në institucionet ku ka ndodhur ose dyshohet se ka ndodhur helmimi, në këtë rast në Saq Pizza. Dhe unë mendoj që Inspektorati Sanitar duhet jetë shumë më i vëmendshëm, sidomos gjatë muajve të verës, duke pas parasysh se nuk është hera e parë që ndodhen helmime të quajmë masive ose në numër të madh, sepse kemi pas edhe raste vazhdimisht, kemi për çdo verë pothuajse kemi raste kur ndodhin helmime, sidomos në biznese ose restorane që merren me organizime kështu dasmave e ahengjeve tjera. Atje zakonisht ndodhin, mirë po, ajo që ka është e rëndësishme është se Inspektorati Sanitar duhet të shtoj ritmin e inspektimeve në gastronomi, në biznese ku përgatitet ushqimi, në mënyrë që të ketë, një siguri më të madhe për qytetarët që konsumojnë ushqime atje.
Ne kemi tentuar që të marrim edhe një prononcim nga klinika infektive, kemi kontaktuar me drejtoreshën, pra e tha që do t'jetë ky komunikimi zyrtar i cili sot për sot kanë vendosur ta lëshojnë, sepse kanë shkuar në, të themi kështu, si lloj dëshmie të japin tek inspektorati, se tashmë prokuroria ka njoftuar se ka nisur hetimet, pra edhe prokuroria është përfshirë në këtë rast. Dhe do shohim nëse do të ketë detaje të reja sa i përket rastit, urojmë shumë që pacientët të cilët po trajtohen nga ky helmim që gjejnë shërim edhe sa më shpejt të jenë në gjendje të mirë shëndetësore, por do të mbesim edhe pak tek shëndetësia, do të flasim për një çështje tjetër. Kohëve të fundit ka pas shumë ankesa sa i përket kushteve me cilat përballen pacientët brenda klinikave të QKUK-s, por në veçanti në klinikën pediatrike. Dhe ka qenë një reagim, themi kështu, i një nane, e cila ka qenë aty me fëmijën e saj 2 vjeçar, që ka shpërndar disa pamje që janë me të vërtet shqetësuese dhe ka shkruar një tekst bukur gjatë për përvojën e hidhur që ka pas në pediatri. Po i shohim edhe pamjet, Bujar, po na shoqërojnë. Po, fatkeqësisht pamje çka mund të themi fillimisht për këto pamje? Po i shohim një shtrat që i ofrohet këto pamje janë objektin e vjetër të klinikës së pediatrisë në QKUK. Është një objekt i vjetër, ka pas renovime, nëse s'ka bëjnë, në 2 reparte, mirë po reparte tjera, se në këtë objekt janë aktualisht 4 reparte që funksionojnë, 2 prej tyre janë të renovuara, kurse 2 jo. Kjo është një prej atyre reparteve që nuk janë renovu dhe fatkeqësisht e ka këtë gjendje. Konsideroj që është skandaloze në këtë vit me ardhë në këtë situatë ku nuk ka qarqaf. Qarqaf pastër për shtrimin e pacientave. Pra, po flasim për mungesë bazike të higjienës, të kushteve higjienike. Kushteve për pacientët të shtrirë. Na vazhdimisht i shohim familjarë të pacientëve në proborin e QKUK-s që vrapojnë me çanta, kufera, qeset mdhaja ku marrin përveç atyre rrobave personale për pacientin, po ashtu edhe çarshaf gjatë dimrit, ndoshta edhe mbulesa trasha, këto çebe, si themi ne po. Edhe gjëra tjera mirë, po këto janë, si më thanë, nevoja elementare bazike që QKUK-ja duhet t'i ofrojë edhe krejt kjo është neglizhencë e institucionit, sepse unë konsideroj që QKUK ka buxhet të mjaftueshëm për me i siguru këto nevoja për pacientët. Ajo çka është e rëndësishme po ashtu është pamja e shtratit, i cili shihet se është një shtrat i dëmtuar, mirë po QKUK në vitet e fundit ka shpenzuar, me aq sa kam informata unë, spaku 2 milion euro në shtretër të ri në klinikat e saj. Dhe ajo që ka ndodhë në QKUK është se nuk ka mirëmbajtje dur. Pra ne po e shohim një shtrat të dëmtuar, i cilun nga modeli i shtratit e shosë është shtrat i ri, i vendosur në QKUK, mirë po që është dëmtuar ndërkohë, dhe shihni se si është mirëmbajt, është lidhë me disa lidhse, me konop, mirë po nuk ka një mirëmbajtje të duhur. Po ashtu edhe dysheku, për cilin mendoj që është rishtas i blerë nga QKUK-ja. Në fakt, pamjet janë me të vërtetë të tmerrshme. Mirë po, kësi pamje ka edhe në për klinika tjera. Kjo nuk është, si më thane, vetmja. Por nuk ka mirëmbajtje. Do më thane, kjo është problemi. E shohim një dyshek i cili është një los me gjakun e pacientit, mirë po nuk është pastru. Pra, QKUK-ja ka një problem shumë të madh, investon miliona euro në infrastrukturë, mirë po nuk ka mirëmbajtje dur, dhe mirëmbajtja nuk mungon për shkak të kusht mundësive ose njerëzve, mirë po mungon për shkak të neglizhencës së menaxhmentit në radhë të parë, por edhe përgjegjësve tjerë, cilët duhet t'i rrinë gati, si më thonë, mirëmbajtjes së atyre investimeve nga miliona euro që shkojnë nga buxheti i shtetit. Bujar, për me thjeshtësu edhe për shikuesit, se po thua gjatë gjithë kohës që kushtet janë, investimet janë bërë, para ka. Atër, kush e ka fajin për jo mirëmbajtje, për një gjendje të tillë pas investimeve që bëhet, që ta thjeshtësojmë krejt fare, çka duhet të bëhet, që mos ketë skenat të tilla? Faktikisht kjo është ankesa e dytë mrena 2 jave për klinikën e pediatrisë. Para 2 jave kemi pa një gjendje paka shumë të njëjtë, ku nana është detyruar me hek dyshekun prej shtratit, me vendosur në dysheme, për shkak se shtrati ka qenë i dëmtuar, i thymë,
dhe ka qenë shumë nxehtë po ashtu dhe ka vendosur ndrysheme edhe ku ka flajt fëmija gjatë tërnatës. ÇKUK ka sektorin e shërbimeve të përbashkëta tekniko-administrative. Kështu quhet sektori i cili duhet kujdeset për që mos kemi kësipamje në klinikat e ÇKUK-s. Ai sektor ka me 10 punëtor, ka hierarkinë e shefave po ashtu, cilët duhet të merreshin në përgjithësi pse kemi këtë pamje sot në ÇKUK. Drejtar, s'kemi pas një reagim institucional, apo jo? Jo, edhe herën e kalume kishte një reagim për ÇKUK-s, ma tepër ishte një lloj arsyetimi, një sqarim se është një defekt i vogël i shtratit, nuk është diçka e madhe, mirë po, nuk është se kishte ndonjë marrje të përgjegjësisë ndaj zyrtarëve që janë përgjegjës që të mos kemi kësi pamje. Është e dhimbshme për një prind me shku në ÇKUK dhe me vendos fëmijën e vet në atë dyshek. Po besoj që askush nga zyrtarët e ÇKUK-s, as SHCKUK-s dhe as Ministrisë së Shëndetësisë nuk do të pranonin që fëmijën e tyre ta vendosnin në atë dyshek i cili përveç që nuk është i pastër, është edhe i rrezikshëm për të shkaktuar infeksione ndoshta tek fëmija. Kur jemi tek reagimet, a tham që ka pas reagime, një lloj forme, një shfaqsim se ka qenë një defekt i shtratit, por bujar shohim që sa herë një nën ose një familjar del dhe e ndan publikisht një përvojë të hidhur që ka në këto institucione, pra brenda ÇKUK-s, a do duhej që të ketë reagime, të ketë një arsyetim nga Ministria e Shëndetësisë, të ketë një përgjigje konkrete se pse është kriju kjo gjendja, ose të premtohet që diçka më mirë do të bëhet, sepse edhe kjo heshtje na lë për të nënkuptuar diçka jo dash të mira, si një neglizhencë nëse mund të themi. Po të ishin serioz dhe po të kishin vullnet, Ministria e Shëndetësisë përmes bordit të SHCKUK-s edhe hierarkisë më poshtë, do duhej që të kërkonin masa për zyrtarët cilët janë përgjegjës për këtë gjendje. Qysh sot? Do duhet kishte spaku shkarkime. Mirë po, jemi mësuma me këtë gjendje ku nuk merren masa, ka vazhdimisht arsyetimin e shohim edhe kabinetin e ministrit Vitia shpeshherë në rrjetet sociale ku arsyetohet vazhdimisht për gjendje, ndërkohë që nuk merren masa për të përmirësuar situatën brenda klinikave të ÇKUK-s. Po ashtu ka, si më thonë, ajda ankesat e qytetarëve do duhet të adresoheshin brenda institucionit. Unë konsideroj që shëndetësia do të rregullohet atëherë kur mekanizmat e saj të brendshëm do ta vetë rregullojnë atë. Pra, nuk do të ketë nevojë një pacient, një familjar i pacientit që të bëj publike një ankesë e të bëhet e madhe në opinionin publik, në mënyrë që me detyru institucionin me marrë masa. Pra në këtë gjendje është shëndetësia e Kosovës, ku qytetarët duhet, si më thonë, ta alarmojnë publikun, opinionin, bëhet e madhe në media, e pastaj të vi Ministria e Shëndetësisë ose SHCKUK-ja dhe të marrë masa. Kaq, si më thonë, për përgjegjësinë e zyrtarëve që janë aty, duke fillu prej ÇKUK-s, SHCKUK-s deri tek Ministria e besa edhe tek qeveria, sepse SHCKUK është institucion që i përgjigjet direkt qeverisë. Kjo është një dështim i qeverisë Kosovës në fundit. Nuk është vetëm i atyre zyrtarëve, por i qeverisë e cila ka premtu për një shëndetësi cilësore, shërbimet sigurta për qytetarët e gjitha ato, ka premtu sigurime shëndetësore, por ne e shohim që nuk kemi as dyshek të pastër, as çarshaf të pastër për fëmijët të cilët kanë nevojë për shërbime. Është e rëndësishme po ashtu ajda me theksu që pediatria në ÇKUK është mbi ngarkuar me pacient për Bujar, desha ndalim edhe këto. Përpos ankesave për kushte higjienike, ka ankesa tjera për pritje në pranim. Pastaj edhe për sjelljen e stafit, që nënat shumë shpesh thonë se marrin përgjigje që nuk duhej asnjëherë të marrin nga stafi shëndetësor. Pastaj diçka tjetër që është vërejt në postimin e zonjës është që ka pas vështirësi edhe në vendosjen e kanillës. Kemi parasysh që kemi të bëjmë me fëmijë që janë friksuar, me fëmijë që janë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ndoshta duhet ketë edhe më shumë një profesionalizëm, apo jo, qoftë në sjellje, por qoftë edhe në punën që e bëjnë. Tash nga pikpamja ime e gazetarit që e përcjellë shëndetësinë dhe që e përcjellë që një kohë gjatë, jo vetëm shëndetësinë Kosovë, por
interesona vazhdimisht edhe çka ndodh në shtetet e Evropës dhe rajon. Pritjet e pacientëve janë normale. Pritjet janë normale derisa, si më thonë, pacienti nuk ka nevojë urgjente për trajtim. Rastet e ngjashme ku pacientët presin ndoshta me një temperaturë të moderuar, me simptoma jo që rrezikojnë jetën, janë normale. Ka pritje të gjata edhe nëpër vendet e zhvilluara me shëndetësi të zhvilluara. Madje sot është shpërndar një video nga një qytetar që jeton në Evropë që tha se pritjet janë njëjtë dhe i kishte filmuar edhe fëmijët që po prisnin në një spital në Evropë. Në këtë kohë kur ka viruse që përhapen edhe ka fluks madh pacientëve. Tjetra, sa i përket anës profesionale të, në këtë rast, infermierëve për të vendosur kanilën, ndoshta është më tepër çështje profesionale me u komentu prej profesionistëve se sa prej meje. Mirë po, rastet mund të jenë individuale, si më thonë, ndoshta të ndonjë person, në këtë rast fëmijë, është më vështirë me u gjetë vena për me u vendosur kanila. Sa i përket asaj që deshta me e thonë është se pediatria është e vetmja qendër terciare për nivel të Kosovës. Do të thotë pacientët që kanë nevojë për shërbime terciare nga tërë Kosova përfundojnë këtu. Mirë po, përveç kësaj, kjo pediatrie lunë rolin e qendrës dytësore për rajonin e Prishtinës. Sepse kryeqyteti nuk ka spital të vetin, nivel dytësor, dhe gjitha rastet që referohen prej mjekësisë familjare përfundojnë në pediatri. Dhe si rezultat, kjo situatë mbi ngarkon këtë klinik, ne kemi pas shpeshherë edhe nga 2 fëmijë në një shtrat kur ka sidomos epidemi të viruseve. Kjo, si më thonë, do ta bënte që pediatria të vijë në një situatë ku ka vështirësi pastaj të kryejë shërbime, të ketë pritje të gjata, të ketë edhe vështirësi të tjera. Mirë po, sikur Prishtina ta kishte nivelin dytësor, atëherë konsideroj që do të ishte shumë më e lehtë edhe të kërkojë përgjegjësi edhe prej stafit mjekësor, por do të ishte ndoshta edhe më lehtë edhe me pas mirëmbajtje të klinikës. Dhe kur e mendon Bujar që me krejt këto kushte për cilat ka ankesa të vazhdueshme është kërkuar edhe që t'japin para për qëndrim ditor, që ishte po, ai rregulli që u hoq pastaj. Po, fatmirësisht është anulu tashmë ajo ai neni ati udhëzimi administrativ që ka obligu familjarët që të paguajnë për qëndrim në spital. Me këto kushte është e papranueshme me pas asi obligimi për qytetarët. Mirë, Bujar, unë të falenderoj shumë që ishe sot në studio, sepse shumë shpesh gazetarët e shëndetësisë, sidomos ju me vite, e bëni edhe punën ndonjëherë edhe të inspektoratit shëndetësor dhe të AUV-it, dhe këto diskutime her pas herë duke shfaqur edhe realitetin se ç'është gjendja realisht në këto klinika është shumë e rëndësishme. Urojmë shumë që të ketë një reagim nga institucionet edhe që gjendja të përmirësohet. Faleminderit shumë që ishe sot. Shpresojmë edhe ne, faleminderit.